Zoti Osmani, në këtë rast ka plasur, po themi thonjza, një luftë e brendshme në Partinë Socialiste pas disa lëvizjeve të fundit të Edi Ramës, qoftë kundrejt Spiro Palit, por edhe elementëve të tjerë, teksa ditën e sotme dhe një nga figurat e njohura të Partisë Socialiste të dikurshme, Ermelinda Meksi, kishte mbajtur një qëndrim, po themi deri diku kritik në raport ndaj Edi Ramës, nisur nga deklarata e fundit e Marta Kos. Pa diskutim që ka filluar, unë e thash edhe para se ta bënit ju pyetjen, po ka filluar një luftë civile brenda, ka filluar një rebelim. Unë besoj që socialistët e papërlyer në aktivitetin kriminal të sektit të Rilindjes duhet të gjejnë energji për të ardhur në ndihmë të kombit të tyre dhe jo të partisë tyre. Partia e tyre po shkatron sot kombin shqiptar. Partia e tyre po fundos sot shqiptarët. Në qoftë se ka, unë jam i prirur të besoj që ka, edhe pse nuk jam socialist në bindje apo i majt apo komunist, jam i djathtë. Unë besoj që brenda tyre ka njerëz të cilët nuk i kanë të përlyera duart me gjakun e shqiptarëve dhe me interesat e tyre. Nëse kjo pjesë beninje e të majtës dhe socialistëve ekziston, sot ata duhet i japin fund dhe të distancohen nga kreu i sektit të Rilindjes që ka shpërfytyruar partinë e tyre dhe më pas interesat e kombit shqiptar. Ata do të vazhdojnë ta intensifikojnë këtë sapo të rritet presionin ndaj Ramës, sepse në PS ka nisur të bëhen llogarit kush do të zëvendësoj Edi Ramën. Edi Rama i ka skaduar afati, ai e di shumë mirë që nuk do të jetë më, por është duke i varur shpresat tek basti i tij i madh gjeopolitik që ka vënë, që është humbja e Amerikës. Po humbi Amerika luftën e tretë botërore, Edi Rama e ka bërë gati karrigen tek pjesa tjetër e botës dhe e ka bërë pazarin gati. E njofton her pas herë me metodat e tij. Kinezët janë në derë, kinezët janë të mahnitshëm, janë duke na pritur, kush do me pa djetha para të huajve, para ambasadorëve, kush do me pa korrupsionin ke shtëpia jonë, shkoj qofi korrupsionin ke shtëpia vet, tha. I dim neve të punët tona. Në sy ambasadores amerikane, asaj zonjës të ngarkuarës me punë, Nancy Varnhorn i tha, kinezët i kemi prapa derës, Serbinë e ka aty, Rusinë e ka aty, i ka bërë planet gati, ishte në Tel Aviv, i dorëzoi të gjithë qenien e tij, i tha Musadit, unë jam këtu po mdridhen këmbët, më jepni një pazar, djalin tim e keni garantin e kësaj loje. Është në të drejtën e tij për të bërë gjithçka që të mbajë veten. Unë besoj që ai është kosto e lartë për sistemin euroatlantik nëse do të kemi më sistem euroatlantik. Nëse zhbëhet sistemi euroatlantik, nëse Amerika humbet betejën, Europa, NATO humbet betejën, shqiptar paçi fat, Zoti qoftë me ju. Do të jemi në një situatë krejt tjetër. Unë jam i prirur që nuk të besoj që do të përfundoj kështu, do të kemi një formulë win-win. Në qoftë se ndodh, ai po luan për skenarin ekstrem, që Amerika të mbas betejën. Për ndryshe, Edi Rama është kosto e madhe për aksionin euroatlantik në Shqipëri dhe për investimin euroatlantik në Shqipëri. Qoftë për Washingtonin, qoftë për Brukselin. Dhe në qoftë se Edi Rama, bashkë me ortakët e tij në opozit, do të vazhdoj të jetë lojtar, tranzicioni edhe për një kohë të gjatë, ne do të zbulohet për shqiptarët hipokrizia e aksionit perëndimor, hipokrizia e euroatlantizmit, hipokrizia e Washingtonit dhe e Brukselit, dhe shqiptarët vërtetësisht do të përgatiten për alternativa të reja gjeopolitike të zhgënjur nga aksioni euroatlantist. Unë besoj që oferta euroatlantiste e ka kosto të jashtëzakonshme Edi Ramën, sektin e Rilindjes dhe bashkëpunëtorët e tij në opozit. Dhe jam i prirur të besoj që kanë nevojë ende për t'i patur shqiptarët në anën e tyre. Dhe ne urojmë që të ndodhë kjo.
Ndërkohë, çfarë po ndodh me liderët që kanë mbetur tashmë në Teheran, pra teksa i biri Mojtaba Khamenei ka marrë drejtimin e vendit, por që këto ditë nuk është parë në publik dhe përfaqësuesit iranian në OKB kanë përdoditur se ai thjesht po qëndron në zona të sigurta dhe prandaj nuk është shfaqur. A rrezikon edhe ai që të eliminohet ashtu si jati i tij? Çdo kush që zgjidhet në Iran apo është zgjedhur është target, nuk ka asnjë diskutim. Larijani ishte gati për të vdek, Khamenei ishte bërë gati për të vdek. Liderët e tjerë sapo e mbrohen, bëjnë gati edhe qefinat, sepse e din që ky është sport i vështirë. Ku shkon të zgjidhet në këtë kohë, shkon drejt vdekjes. Pa diskutim që janë target, çdo kush. Sa i përket liderit të ri, Mojtaba Khamenei, po sigurisht ka aludime shumë që është shumë i plagosur, apo është i goditur rënd, është duke rikuperuar, ka dhe spekulime që thonë që mund të ketë vdekur, ka dhe spekulime që është mirë. Pra, ka shumë të dhëna, të cilat nuk i kuptojmë tani, dhe është kot të flasësh për ekzistencën apo jo të tyre, apo për jetën, apo mos qënjet e tyre në jetë. Ka fjalë që është në Moskë, duke u kuruar tek Putini, apo mund të jetë në Korenë e Veriut i fshehur, duke qëndruar në një shtet tjetër, ndoshta në Pakistan, ndoshta në Kinë, kudo mund të jetë, por e sigurt është që nuk do jetë aty, pra, duke pritur të njëjtin fat siç e priti babai apo siç e priti Ali Larijani. A do të jetë apo s'do të jetë më lojtar, këtë do ta marrim vesh në javët në vijim, por nuk është një problem i madh, sepse Irani nuk e ka ndërtuar sistemin e tij mbi emrat. Kjo që ndodhi në Iran zbuloi që Irani funksionon në mënyrë të zëvendësueshme, automatikisht të zëvendësueshme. Çdo lider është deri në 4 rreshta i zëvendësueshëm. Që do të thotë u vra filani, vazhdon normalisht procesin me tjetrin, vazhdon procesin me zëvendësin e kështu me radhë. Prandaj dhe presidenti Donald Trump tha, nuk di me këtë flasim se kanë vdek gjithë. I vram gjithë, tha. Këtu të gjithë janë target, por të gjithë janë të zëvendësueshëm. Zoti Osmani, në optikën tuaj, a mund të ndërtoni një projekcion se si mund të vijojë kjo luftë dhe a mund të eskalojë për te që mund të rrezikojë gjithë botën, apo do të kemi një konflikt të tillë që do të shuhet përmes arritjes së negociatave, siç e përmendët edhe ju rastin e 15 pikave të propozuara nga presidenti amerikan Donald Trump? Unë jam i prirur të besoj që konflikti nuk mbaron, konflikti do të vazhdoj, nëse mbyllet Irani do hapet Pakistani, do hapen të tjera vatra, bota do të jetë në një periudhë tensioni të kontrolluar afatgjatë, derisa të përfundojë rikonfigurimi i botës dhe të ulen në tryezë amerikanët, britanikët, rusët dhe kinezët. Kjo është katërshja që vendos fatet e planetit. Elitat e mëdha, biznesi i madh, korporatat e mëdha, ekuilibrat e mëdhej pas perteve që kontrollojnë pllakat tektonike të lëvizjeve globale, do të prodhojnë një rend të ri botëror, për të cilin ne do të bëjmë shumë kujdes, sepse jemi popull që nuk na ka kërkush në llogari. Ndërkohë, në jug të Shqipërisë ka zhvillime të mëdha, po bëhen plane për referendumin në Shqipëri, plane të tmerrshme. Nuk besoj që do të ketë dalje nga kontrolli apo luftë bërthamore, por tension dhe lufta e tretë botërore do të vazhdojë. Do të vazhdojë në mënyrë të kontrolluar dhe mund të kemi edhe kriza të mëdha, por jo në kuptimin e daljes totale nga kontrolli, në kuptimin apokaliptik apo armagedonik të fjalës. Në këtë kuptim duhet jemi përgatitur për një periudhë të ardhshme shumë të tensionuar, duhet bëjmë shumë kujdes me financat, shumë kujdes me planifikimin financiar,
shumë kujdes me investimet, me zhvillimet, sepse do të jetë një periudhë tensioni e cila do të na shoqërojë edhe për disa kohë, derisa të mëdhejt e botës të merren vesh për formulën e ardhshme dhe për ndarjen e territoreve dhe të llokmave të mëdha të tortës së botës dhe të planetit.